jam gati për parajsën. Kam bërë shumë gjëra për shumë njerëz. Parajsa? Kam qenë shumë i suksesshëm në këtë jetë. Mendoj se do t'i je mirë në përjetësi. Sa shumë dua t'i shoh sërish ata që dua, të kaloj përjetësinë me ta. A nuk është ky qëllimi i parajsës? Po sikur perceptimi që keni për parajsën të jetë i gabuar, po sikur parajsa të jetë më e mirë nga sa e përfytyroni, a jeni gati për parajsën? Unë nuk kam një mesazh me 3 pika për bukurinë e parajsës. Jo, e kam me 8. Dhe në fakt janë vetëm një përmbledhje e atyre që mund të ishin shumë. Prandaj rehatohuni mirë, ndërsa nisim këtë udhëtim të mrekullueshëm për të parë këto 8 tipare të bukurisë së parajsës. Është si një lloj diamanti apo rubini ose si smeraldi, është si një gur i çmuar, është elegant në ngjyra dhe shkëlqyes në bukurinë e saj. Zbulesa në kapitullin 21 e përshkruan themelin e qytetit qiellor me termat e gurëve të çmuar. Safir, agat, smerald, onik, rubin dhe shumë të tjerë. Gjoni thot se muret e tij janë prej dispri, që janë të krijuar me ngjyra madhështore dhe të papërshkrueshme. Struktura e qytetit në fakt është e bërë me ar, ai thot prej arit të kulluar si qelçi. Siç ju thash në mesazhin e shkuar, të gjitha këto gjëra për bukurinë e parajsës, të gjitha këto gjëra, gjithë këto përshkrime elegante, gjithë këto përshkrime të mrekullueshme fizike të parajsës, nuk janë po aq emocionuese për mua, nuk i afrojnë as pak, nuk kanë të krahasuar me realitetin më të thellë të parajsës. Realitetin më të thellë të parajsës. Dhe ky realitet më i thellë janë ato që unë i quaj 8 tiparet e bukurisë së parajsës. Le të shohim numrin 1. Pikë së pari, Bibla thot se ne do të kemi një marrëdhënie të pandërprerë me Jezusin. Të pandërprerë. Më dëgjoni me kujdes, ju lutem. Çdo tipar tjetër i parajsës zbehet në krahasim me këtë tipar. Ne do të jemi në mënyrë të vazhdueshme në praninë e tij. Ne do të përjetojmë një marrëdhënie të pambarim dhe një marrëdhënie të pandërprerë për gjithë përjetësinë. Tek 1 Korintasve kapitulli 13 vargu 12, Pali na thot: tani në fakt ne shohim si në pasqyrë në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, ashtu sikur se njihem. Tani, më vonë gjatë kësaj serie, do t'ju tregoj atë që na thot Bibla për qiellin e ri dhe për tokën e re. Por për momentin dua që të flas pak për qiellin e tanishëm. Qiellin e tanishëm, dhe do t'ju tregoj ndryshimin. Qielli i tanishëm ose parajsa është vendi ku shkojnë besimtarët që në çastin që i mbyllin sytë e tyre në vdekje. Kur ne themi se të dashurit tanë që e kanë njohur dhe dashur Jezusin, kanë shkuar në qiell, ne i referohemi parajsës ose qiellit të tanishëm. Libri i zbulesës na zbulon, për këtë arsye është quajtur zbulesa, sepse ai na zbulon, sepse na zbulon qiellin e tanishëm, na zbulon bukurinë e qiellit të tanishëm, këtij vendi që të imponon nderim, të cilin ne e quajmë parajsë. Dhe për këtë arsye Jezusi, Pali dhe Gjoni të gjithë e quajtën parajsë. Kjo është parajsa për të cilin Ezekieli tek Ezekieli kapitulli 1 vargu 1 thot. Ai thot qiejt u hapën dhe pata vegime nga ana e Perëndis. Kjo është parajsa të cilën apostulli Pal pati privilegjin që ta shihte tek 2 Korintasve kapitulli 12 vargu 4. Ai thot dëgjoj fjalë të patregueshme. Mund ta thoni këtë bashkë me mua? Të patregueshme, që nuk është e lejuar të thuhen nga njeri. Derisa të shfaqet qielli i ri, qielli i tanishëm është vendi i ribashkimit, është një vend bashkësie, është një vend ngazëllimi dhe mezi pres që të shkoj aty. Perëndia me vullnetin e tij sovran, e lejoi Gjonin dhe Palin
që ta shihnin, në mënyrë që të dëshmonin për të. Por gjithashtu Perëndia zbriti Mojsiun dhe Elian me trupat e tyre të lavdishëm në malin e shpërfytyrimit. Ju kujtohet? Ishin edhe 3 dishepuj me Jezusin në malin e shpërfytyrimit. Mojsiu dhe Elia me trupat e tyre të transformuar, me trupat e lavdishëm u shfaqen në malin e shpërfytyrimit. Shpirtrat e tyre nuk ishin në gjumë. Ata u sollën, Jezusi i solli ata qëllimisht. Pse? Në mënyrë që t'ua tregonte dishepujve, të na tregonte ne që edhe ne do të jemi me trupat e lavdishëm në qiell ashtu si ata. Amen. Jepini Perëndis lavdi. Dhe prandaj, tipari i parë i parajsës, miqësi e pandërprer. Tipari i dytë i parajsës është se ne do të çlodhemi nga betejat tona shpirtërore. Te Zbulesa 14:13, Gjoni shkruan: Pastaj dëgjova nga qielli një zë që më thoshte: shkruaj, lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin, po, thot fryma, që të prehen nga mundimet e tyre dhe veprat e tyre t'i ndjekin. Ne nuk do të jemi inaktiv në parajsë, do t'ju tregoj këtë pas pak. Teksti i shenjtë nuk na thot këtë, që ne do të jemi në plogështi, jo. Ne nuk do të sorollatemi kot në parajsë. Por ne do të çlodhemi nga shtypja dhe nga sulmet e vazhdueshme të Satanit. Ne do të çlodhemi nga sulmet e tij shpirtërore. Ne do të çlodhemi nga aktivitetet satanike që duket se po rriten në ditët e sotme. Ne do të çlodhemi nga sulmet me të cilat përballemi si të krishterë, sidomos sot. Ne do të çlodhemi nga betejë e vazhdueshme me tundimin. Pikërisht për këtë lloj çlodhje po flasim. E dini, në 10-ën e vjetër, Perëndia nuk e vendosi të shtunën për të luajtur golf. Më dëgjuat? Perëndia nuk e themeloi të shtunën për të shkuar në plazh. Bibla thot se Perëndia e krijoi botën në 6 ditë dhe ai pushoi në ditën e 7. Mos ishte gjë i lodhur? A mos thaj, jam i lodhur tani, do të pushoj pak. Jo, ai është duke folur për një pushim kënaqësie, për një pushim plot ëndje. Për këtë lloj pushimi e ka fjalën ai. Dhe dita e shtunë është një ditë gjatë së cilës ne e heqim mendjen nga planet e çdo dite, nga aktivitetet e punës, që kështu të mund të përqendrohemi te Perëndia, që ne të mund të përqendrohemi te madhështia e tij, tek autoriteti i tij, te fuqia e tij, te mëshira e tij dhe te hiri i tij dhe dashuria e tij për ne. Ky është qëllimi i pushimit të së shtunës. Në parajsë ne do të kemi një të shtunë të përjetshme, një pushim të përjetshëm, një kënaqësi të përjetshme dhe një paqe të përjetshme, ku do ta kalojmë gjithë kohën tonë të lirë, nga gjithë betejat tona toksore, nga shqetësimet, nga ankthet dhe nga të gjitha llojet e tundimeve. Tipari i tretë i parajsës është i shërbemi Jezusit aty. Do t'i shërbemi Jezusit në parajsë. E di që disa njerëz mendojnë se në parajsë ne do të ulemi pranë detit, do të pijmë çaj të ftohtë, diçka tjetër, nuk e di. Zbulesa 22:3 na thot se froni i Perëndis dhe i qengjit do të jetë në atë qytet. Dhe kuptoni, s'duhet ju shpëtoj kjo, që shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Nuk do të qëndrojmë në plogështi. Në parajsë, ne do të jemi të nderuar dhe të privilegjuar që të shërbejmë Jezusit me kohë të plotë gjatë gjithë kohës. Me trupat tanë të ringjallur dhe të transformuar, ne do ta harxojmë energjinë mendore dhe kapacitetin ton mendor për të kuptuar dashurinë e pakuptueshme të Perëndis. Dhe më dëgjoni, ky shërbim nuk do të jetë i mërzitshëm. Jo, do të jetë plot gëzim, do të jetë plot entuziazëm.
Dhe nuk do ta ndjejmë këtë gjë si ndonjë lloj pune apo bare. Jo, ne nuk do të mundohemi të lodhemi apo të raskapitemi duke i shërbyer Perëndis. Jo, në vend të kësaj, ne do t'i shërbejmë Perëndis me kënaqësi, edhe me gëzim, me një mirënjohje të thellë që na ka shpenguar. Ne do të jemi shumë mirënjohës, sepse do t'i shohim gjërat ashtu siç duhet të shihen. Ne do të përjetojmë përmbushjen përfundimtare të cilën nuk e kemi këtu në tokë. Çfarë lloj shërbimi do të jetë? E dini, Biblia na jep një të dhënë të vogël. Një të dhënë. Ajo nuk na jep shumë informacione, por vetëm një të dhënë të vogël. Se si do të jetë shërbesa jon për Jezusin në parajs. Doni ta dini çfarë është? Ne do të mbretërojmë dhe sundojmë me të. Ne do të mbretërojmë dhe sundojmë me të. Tek 2 Timoteu 2:12 na thuhet se në qoftë se vuajmë. Thuajeni bashkë me mua, në qoftë se vuajmë. Ne do të mbretërojmë bashkë me të. Zbulesa 20 vargu 6 na thot se ne do të jemi priftërinë të Perëndis dhe të Krishtit. Dhe do të mbretërojmë me të. Jezusi në shëmbulltyrën e tij për shërbëtorët na tregon se ata që i shërbejnë atij me besnikëri në këtë jetë, nga buzët e Jezusit do dëgjojnë këto fjalë. Të lumt, shërbëtor i mirë dhe besnik. Ti u tregove besnik në gjëra të vogla. Eja, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Tipari i 4 i parajsës është njohuria e plot. Njohuria e plot. Në këtë jetë unë e di që jemi të mbushur me pyetje. E di këtë. Ne jemi plot me pyetje. Pse vuajnë të drejtët? Pse vuan i pafajshmi? Pse i keqi duket se po lulëzon? Pse ndonjëherë fëmijët preken nga sëmundjet të pakurueshme? Pse tërmetet, përmbytjet dhe uraganët shkatrojnë tokën dhe vrasin njerëz? Kemi pyetje pa mbarim, ne jemi të mbushur me pyetje. Në parajs, ne do të kemi njohuri të plot dhe kuptueshmëri të plot për gjithë misteret. A mund të dëgjoj një amen? 1 Korintasve kapitulli 13 vargu 12. Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, ashtu si kurse njihem. Pse? Sepse do t'i shohim të gjitha gjërat përmes syve të Perëndis. Ne do t'i shohim gjërat nga këndvështrimi i Perëndis. Ne nuk do të kemi nevojë për pyetje. Kur të shkojmë aty nuk do të kemi pyetje. Sepse ne do ta kuptojmë drejtësinë nga këndvështrimi i Perëndis. Ne do ta kuptojmë vullnetin e lirë dhe zgjedhjen sovrane të Perëndis nga këndvështrimi i Perëndis. Ne do të mund të kemi mendimet e Perëndis pas tij, sepse ne do të kemi më në fund bot kuptimin e Perëndis mbi realitetin, kurse tani nuk e kemi. Tipari i 5 i parajsës është drejtësia dhe mbretërimi i bukur. Në parajs, ne do të bëjmë një jetë të shenjtë dhe me drejtësi. Ne do të jetojmë jetë të pastra. Perëndia do t'i zëvendësoj mendjet tona dhe zemrat tona të rëna dhe mëkatare me të pastra. Pyetje. Si mund ta dini që emri juaj është shkruar në librin e jetës? Si mund ta dini këtë? E po hapi i parë, dhe vetëm hapi i parë, është që të arrij të kuptoj se jam mëkatar dhe që kam mëkatuar kundër Perëndis. Unë nuk mund ta shpëtoj dot veten. Kam nevojë për një shpëtimtar dhe me përulësinë dhe gjendjen time të pashpresë i kërkoj atij që mori mëkatin tim mbi atë kryq që të më shpengoj, që të më shpëtoj përjetësisht. Ky pra është hapi i parë. Por pastaj duhet ta jetoni pjesën tjetër të jetës duke e dashur Jezusin dhe urryer mëkatin. Sepse hapi i parë nuk ndalon aty, nuk mund të ndaloj aty, nuk duhet të ndaloj aty. Por pastaj e kaloni gjithë jetën tuaj toksore duke e refuzuar dhe jo duke e bërë zakon mëkatin.
Kështu mund ta dini që emri juaj është shkruar në librin e jetës. Një nga shenjat më të mëdha të shpëtimit nuk është pamëkatshmëria. Kjo nuk ka për të ndodhur kurrë në këtë jetë. Prandaj hiqeni këtë nga mendja. Nuk është pamëkatshmëria, vetëm Jezusi është i pamëkat. Për këtë arsye Bibla thotë se nëse themi që jemi pa mëkat, gënjejmë veten dhe e vërteta nuk është në ne, por nëse ne çfarë? Rrëfejmë. Prandaj duhet të jetoni gjithë jetën tuaj duke u rryer mëkatin. Thellë brenda vetes. Jo vetëm duke u rryer mëkatin në jetën time, por thellë brenda vetes kam një dëshirë për pastërtinë. Kam një dëshirë për drejtësinë. Jezusi tha, lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, ata që kur mëkatojnë mezi presin që ta rrëfejnë dhe të pendohen. Thellë brenda vetes, ne e dëshirojmë dhe e duam shenjtërinë dhe ndarjen nga mëkati. Tipari i 6 i parajsës është bollëku. Bollëku, zbulesa 22:1 dhe 2, na përshkruan lumin e ujit të jetës të kthjellët si kristali, që rrjedh nga froni i Perëndis dhe i qengjit drejt mesit të sheshit të madh të qytetit. Nga secila anë e lumit qëndronte një pemë e jetës, që jep 12 fruta që jep fryte çdo muaj, dhe gjethet e pemës janë për shërim të gjithë kombeve. Tani më lejoni t'ju jap një interpretim dhe një shpjegim timin të kësaj metafore. Kjo është një metaforë, është një gjuhë metaforike, dua t'ju shpjegoj pak. Në atë qytet nuk ka varreza, sepse nuk ka as vdekje. Në atë qytet, ai është një qytet pa spitale, sepse aty nuk do të ketë sëmundje dhe as lëngime. Në atë qytet nuk ka institucione mendore, sepse aty nuk do të ketë depresion, as trishtim, as pikëllim, as stres, as zemërim, as ankth. 2 kapitujt e parë të Zanafillës dhe 2 kapitujt e fundit të zbulesës janë pasqyrat e njëra tjetrës. Pasqyrojnë njëra tjetrën. Qyteti i fundit do të zëvendësoj kopshtin e Edenit. Me fjalë të tjera, Perëndia do ta ripërtëri krijimin e tij në një gjendje më të mirë dhe më me bollëk se Edeni origjinal. Më dëgjoni pak, Zanafilla 1 dhe 2 na tregon veprën e krijimit të Perëndis. Te zbulesa 21 dhe 22 na tregohet vepra e rikrijimit të Perëndis. Tipari i 7 i parajsës. Lavdia e vazhdueshme. Pak kohë më parë, po shpjegoja se çfarë është lavdia në Bibël dhe disa prej jush më erdhën më pas dhe më thanë, më falenderuan sepse thanë se njerëzit janë shumë të përshtjelluar për fjalën lavdi. Për këtë arsye do të këmbgul për këtë derisa ta kuptoni. Shumë njerëz në kish kur fillon të flasësh për lavdin dhe njerëzit flasin për lavdin, por nëse i pyet ata çfarë do të thotë, ata mbledhin supet. Të tjerët e keq interpretojnë fjalën lavdi plotësisht. Prandaj çfarë është? Jeni gati për këtë? Është zbulesa e plot e karakterit të Perëndis. Lavdia është zbulesa e plot e karakterit të Perëndis. Dhe për këtë arsye Jezusi në lutjen e tij prej kryepriftit te Gjoni kapitulli 17, në lutjen e tij prej kryeprifti, ai thot: "O Atë, përlëvdo birin tënd, që edhe biri yt të përlëvdoj." Perëndia bir, po i kërkon Perëndis Atë që të shkëlqej përmes Perëndis bir në atë kryq. Në parajs ne do të shohim zbulesën e plot të karakterit të Perëndis. Tani nuk mund ta kuptojmë plotësisht, do të ishte e pamundur. Në fakt, ndonjëherë përpiqem të përfytyroj nëse Perëndia e ka zbuluar ndonjëherë lavdinë e tij të vërtet, po ju them se ne do të ishim shkrumbuar. Pastërtia e tij do të na kishte shkrumbuar në këtë trup mëkatar. Por aty, në parajs, ne do ta përjetojmë personalisht lavdinë e Perëndis. Ne do të kemi karakterin e Perëndis.
praninë e Perëndis. Ne do ta përjetojmë këtë në një mënyrë që kur nuk do të mund ta shihnim apo përjetonim në këtë botë. Kur të shfaqet Krishti jeta jon, atëherë edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me të. Me fjalë të tjera, zbulesa e plotë e karakterit të Perëndis do të jetë edhe karakteri ynë. Kjo më lë vërtet pa fjalë. Çdo gjë që është Perëndia, çdo gjë që ka Perëndia, ai do ta ndajë me ne, përfshirë edhe karakterin e tij. E teta është adhurim i vazhdueshëm. Adhurim i vazhdueshëm. Më duhet që të ndaloj dhe ta shpjegoj këtë, sepse për gjatë viteve njerëzit e kanë keq kuptuar vërtet dhe ngatëruar këtë gjë. Sepse kanë menduar se do të jetë si në një nga ato shërbesat e mërzitshme kishe, në një shërbes të orës 11 vazhdimisht. Adhurim vjen nga fjala dhuroj, apo fjala nderoj. Për këtë arsye adhurimi është mënyrë jetese. Duke lartësuar, vlerësuar, lavdëruar, duke treguar se sa vlen për ne Perëndia. Kjo është një shprehje e flakt se sa i çmuar është Jezusi. Dhe për këtë arsye zbulesa 19 na jep një pamje të vogël se si njerëz nga çdo fis, nga çdo komb, nga çdo gjuhë do të qëndrojnë para fronit të Perëndis duke e përlëvduar, duke e falenderuar që na shpengoi. A do të jeni ju aty? A do të jeni ju aty?